Miku im i çmuar, unë kam shumë dëshirë tani në këtë moment që të lutem kundër çdo lloj magjie dhe çdo lloj prite që djalli ka ngritur kundër teje. Çdo lloj mallkimit në emrin e Jezus Krishtit. Çdo magji që është bërë për miqtë e mi, qoftë shkatëruar në emrin e Jezus Krishtit. Të falenderoj Krisht që ti shkatëron magjit. Dhe të lutem Zoti Jezus, çdo magjistar të jetë i lidhur fryma e magjisë, të jetë e lidhur në atë mënyrë që të mos ketë pushtet më për të bërë magji për miqtë e mi dhe familjarët e tyre. Kundër atyre Zoti i dashur që mallkojnë në emrin e Jezus Krishtit, lutem Zot, lidhe gjuhën e mallkimit dhe shkatërro çdo mallkim që hidhet mbi miqtë e mi. Në emrin e Jezus Krishtit lutem. Amen. 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 Zoti ju bekoft, paqja Zotit qoftë me ju dhe familjet tuaja. Duke uruar që gjatë kësaj jave çdo ditë ju t'jeni duke përjetuar lavdinë dhe mrekullitë e Perëndis, lutja që unë bëra është ajo që paraprin në këtë javë, ku ju do jeni duke përjetuar në mënyrë të mahnitshme dorën e Zotit gjatë gjithë javës. Deri në lutjen tjetër, unë ju them paqja Zotit qoftë me ju, mirupafshim.